Në çdo makinë, sistemi i ftohjes së motorit është thelbësor për funksionimin e duhur dhe jetëgjatësinë e motorit. Dy komponentët kryesorë që monitorojnë dhe rregullojnë temperaturën janë: sensori i temperaturës së ujit, mat temperaturën e lëngut ftohës dhe informon njësinë qendrore të makines. Termostati kontrollon rrjedhën e lëngut ftohës në radiator për të ruajtur temperaturën optimale të motorit. Pa këta dy element, motori mund të mbinxehet ose të funksionojë në temperaturë të ulët, duke shkaktuar konsum të lartë karburanti dhe dëmtime të motorit. Sensori i temperaturës së ujit mat temperaturën e lëngut ftohës në motor. Funksionet kryesore: informon për temperaturën reale të motorit. Aktivizon ventilatorin e radiatorit kur motori është i nxehtë. Ndihmon në kontrollin e përzierjes karburant-ajër për djegjen optimale. Aktivizon treguesin e temperaturës në panelin e makinës. Termostati është një pajisje që hapet ose mbyllet sipas temperaturës së lëngut ftohës. Vendoset zakonisht midis motorit dhe radiatorit. Funksionet kryesore: kur motori është i ftohtë, termostati mbyllet për të shpejtuar ngrohjen. Kur motori arrin temperaturën optimale, hapet për të lejuar qarkullimin e lëngut në radiator dhe për të shmangur mbinxehjen. Siguron që motori të funksionojë gjithmonë në temperaturën e duhur për performancë dhe jetëgjatësi. Marka dhe tiparet që përdoren më shumë. Për sensor temperatura ujë: Boss, shumë i saktë dhe i besueshëm. VTO përdoret shpesh në makinave evropiane. Delphi për motorët japonez dhe amerikan. Për termostate: Mahle, cilësi shumë e mirë dhe e përdorur shpesh në Ahler, shpesh për makina gjermane. Gjithmonë zëvendësoni me pjesë origjinale ose aftermarket me reputacion për të shmangur dëmtime të motorit dhe funksionim jo korrekt të sistemit të ftohjes.